Problemi me shqipen standarde në kohën e sotme nuk është vetëm në rrafshin dhe rreziku i standardet, nuk është për hesapin tim a është më toskrishte apo është gegrishte. Po. Është mos ndjekja e dinamikave të zhvillimit të gjuhës. Pra prej vitit 72 ku e diun, është krijuar nevoja e fjalësit të kompjuterit, të botës sportive, të politikës, të ndryshimeve ekonomike dhe shoqërore, të cilat nuk janë manifestuar aty. Për hesapin tim, diferencat nuk janë, apo thu me punu, a për të punuar, sa është komisteria vulkanizera, anlasera motorino, ku e diun, elementet të kësaj natyre. Dhe këto nuk janë elemente bashkuese, këto janë elemente ndarëse. Nuk jemi duke u marrë me këtë punë. Kanë bërë përpjekje në Shqipëri pa Akademinë e Shkencave të Kosovës të bëjë një fjalor. Qysh mund të bëhet një fjalor? Për njënit shtet për të dy gjuhët.